Klubi Shumë Sportësh Flamurtari dhe veçanërisht ekipi kampion i basketbollit të femrave financohet nga bashkia si dhe shumë pak nga sponsor, megjithatë ka arritur që t'ia dalë me rezultate të larta. E megjithse ekipet kosovare kanë shumë sponsor, sipas presidentit të Federatës Shqiptare të Basketbollit Avni Ponari, Flamurtari ka shumë pak diferenca sa i përket nivelit të lojtareve. Ne kemi pak të vështirë të arrijmë ato, sepse po të shohësh uniformën e ekipit bashkimi, ajo ka mbi 20 sponsora të cilët të mbështesin fuqimisht, ndërsa ekipi Flamurtarit ka shumë pak, kështu që diferenca është gjithmonë në këtë nivel. Duke qenë një diferencë financiare, natyrisht edhe diferenca në garë është e madhe. Gjatë intervistës së dhënë për televizionin 6+1 Vlora, presidenti i Federatës Shqiptare të Basketbollit Avni Ponari ndalet dhe tek ligji i sporteve. Ai thotë se deri më tani nuk ka asnjë gjë të re, por shpreson që të bëhet diçka ndryshe në mandatin e 4 të qeverisë Rama. Gjithçka siç ka qenë, kështu që shpresojmë ndoshta legjislaturën tjetër do ketë diçka ndryshe për këtë ligj që është mjaft i rëndësishëm për sportin në Shqipëri. Ponari komenton edhe pakënaqësitë që shpesh kanë skuadrat në fund të kampionatit. Sipas tij, kjo gjë po bëhet një sëmundje masive, kryesisht për trajnerët që përpiqen të justifikojnë punën e tyre. Gjithë duan që të jenë në krye të klasifikimit dhe çdo humbje përpiqen që t'ia faturojnë federatës dhe arbitrave. Kjo është një emet e vjetër dhe një sëmundje që tashmë po bëhet më masive. Në vend se të shikojnë punën dhe të organizojnë më mirë ekipet dhe të mbështesin dhe të drejtojnë me kompetencë ekipet, kërkojnë që të gjejnë fajtor diku tjetër për të justifikuar punën si trajner në ekipet që drejtojnë. Ponari ndalet tek niveli gjyqtarëve. Sipas tij, Shqipëria ka gjyqtarë shumë të mirë dhe se gabimet nuk janë tendencioze. Mendoj që është shumë më mirë se çdo vit, por gabime njerëzore ka gjithmonë. Gabim me tendencë nuk ka dhe me këtë them me shumë kompetencë. Arbitrat tonë janë mjaft mirë, janë mjaft edukuar dhe mjaft serioz në zhvillimin e aktiviteteve. Mendoj që nuk duhet të bijmë qafë ekipet, por t'i mbështesin që ata të arbitrojnë më mirë.